Është një farë krahasimi që nganjëherë duket se ka ngjashmëri e nganjëherë jo. 4 riprodhime litografike të veprave të Amedeo Modigliani qëndrojnë përballë e krahas 30 veprave të tjera të artistëve shqiptar të Kosovës e të Shqipërisë. Riprodhimet duken goxha reale. Megjithse në grafik ato shpalosin edhe reliefin e ngjyrave të një prej piktorëve e skulptorëve më menam të Italisë. Modigliani, që sjetoi më gjatë se 34 vjet në fund të shekullit 19 dhe në fillim të 20-shit, i la botës së artit një stil goxha unik, që e mik me kubistët e mëdhenj, përfshirë Picasson dhe jetoi në atë periudhë, por s'u ndikua nga ai stil. Njihet botërisht për portretet e figurat e tjera femrore ku gjatësia e fytyrës e sidomos e qafës merr vëmendje. Dy vepra ku paraqiten figura femrore nudo janë pjesë e ekspozitës Fryma e Modiglianit në artin shqiptar, e hapur të martën brëma në Galerinë Qahili në periferi të kryeqytetit. Një portret gruaje dhe një burr që zën vend në koltuk duke lexuar janë po ashtu riprodhime të certifikuara nga instituti që mban emrin e tij në Itali. Mbajnë hiezimet tipike të kohës e bashkojnë lojën me ngjyra të artistit të madh. Për të bërë një krahasim dhe për të gjetur ose jo ngjashmëritë apo ndikimin e Modiglianit në veprat e artistëve shqiptar, Qahili në bashkëpunim me Galerinë Kalo të Shqipërisë, ekspozitës ja kanë bashkuar edhe veprat e artistëve si Abdurrahim Buza, Agim Faja, Agim Zajmi, Andis Pahia, Arben Bajo, Ardian Pepa, Emanuel Koko, Eros Dibra, Eshraf Qahili, Genc Mulliqi, Genti Korini, Guri Madhi dhe Ilir Pojani. Në disa raste, ngjyrimet e Modiglianit duken se zën pak vend në veprat e shqiptarëve. Qafa e gjatë edhe bie në sytë të paktën 2 vepra të piktorëve nga Shqipëria, por bëhet fjalë për portrete grash fshati që në kohën e monizmit paraqiteshin si tip heroinash e të lumtura në Shqipërinë socialiste. Kombinimi i ngjyrave e hijet e atyre veprave bartin atë çoroditjen e realizmit socialist në art. Detyrimisht aty rrëshqeten edhe piktorët shqiptar që studiuan në shkollat perëndimore, përfshirë shtetin ku u lind Modigliani, por që jetuan në Shqipërinë socialiste. Kurse te veprat e artistëve të Kosovës, diku format e qafës e diku hiezimet sikur marrin erë te stili i Modiglianit. Për Parim Kalo, avokat i njohur e drejtues i Galerisë Kalo në Shqipëri, i cili pas ekspozitës me Modiglianin në Shqipëri ka bashkëpunuar me Qahilin për ekspozitën e Prishtinës, ka thënë se në veprat e artistëve shqiptar, Modigliani ka reflektuar ndoshta edhe spontanisht, pa qenë të përgatitur se po bëjnë një zgjidhje të përafërt me të. Një zgjidhje qoftë nga ngjyrat, qoftë nga teknika, qoftë nga pozicioni, duke parë pra këto punët e Modiglianit, duke i krahasuar me ato punët e artistëve nudot, portretet, ato pozicionet dhe ngjyrat, të gjitha këto krijojnë një mundësi diskutimi. Nëse shkollat tona kanë pasur lidhje me shkollat e zhvilluara të kohës, domethënë shkolla shqiptare e artit, ka qenë e shkëputur sepse ne kemi qenë të izoluar, apo ka pas edhe ura komunikimi me artin dhe me shkollat e artit të vendeve të tjera të zhvilluara, sidomos të atyre perëndimore. Dhe fakti është që shumë nga artistët tanë kanë mundur që të shkojnë, të studiojnë në shkollat perëndimore, jo vetëm në vendet e bllokut të Varshavës, siç kanë qenë në Çeki, në Poloni, në Ish-Bashkimin Sovjetik, në vende ndryshme, por kanë shkuar edhe në Francë, edhe në Itali, edhe në vende të tjera pra të zhvilluar ku kanë parë atje arti, kanë studiuar dhe kanë ardhur këtu duke prodhuar, pra duke krijuar artin të ndikuar disi nga ato shkolla. Ka sqaruar se me qenë se projekti i Modiglianit në Tiranë ishte më i plot,
kanë rënë dakord që të bëjnë këtë zgjidhje për Prishtinën me Fondacionin Modigliani. Vizitorët vetë do ta thonë, nëse shikojnë këtu gjurmë të Modiglianit, shikojnë frymë Modiglianit, apo është thjesht një rastësi që i ka shkuar dora, i ka shkuar ngjyra, i ka shkuar forma pra piktorit, krijuesit shqiptar. Dhe po të shikosh disa nga këto punët, sigurisht që ajo qafa e gjatë që ka qenë karakteristike e Modiglianit nuk është rastësisht që është zgjedhur nga disa piktorë që kanë paraqitur në veprat e tyre. Pra, mund të thuhet që një farë ndikimi ka qenë. Megjithatë i lihet shikuesve, vizitorëve, amatorëve të artit që ta vlerësojnë, por ky është koncepti jonë, pra që paraqesim këtu, të krijojmë një atmosferë diskutimi midis dy shkollave, domethënë se si shkolla jonë ka qenë e aftë që të përthithi përvojën e shkollave të tjera. Nita Qahili, e cila udhëheq Galerinë Qahili, ka thënë se ideja ka qenë të sjellën një kumbim dhe një farkrahasimi midis artit shqiptar dhe atij italian. Edina Modigliani që njihet si njëri prej artistave kryesor të artit italian, artit modern, po në njëjtën kohë dhe si rivali kryesor i Picassos. Pjesa më e mirë ka qenë mundësia, na u ka ofruar mundësia me ekspozu punimet e Modiglianit, po të njëjtën kohë mendimën e përparimkalues me bo një farë mishërimi në mes të dyjave. Mishërimi jo që kanë me u shkri në një, po me gjetë qëto dallimet edhe nashta që atë ndikimin në vedije ose në vedije, qështë që ka mujtë me ndodhë në ndërvitet të zhvillimit të karrierës artistave shqiptar në raport me Modiglianin. Është interesant për shkak se janë 4 punë që i njohim, po jo krejt kram i njohë, për shkak se një pjesë e madhe njerëzve njohin Modiglianin me gratë me qafa gjata. Po në anën tjetër nuk e njoh shumë pak njihet Modigliani në aspektin e përpunimit të ngjyrës, përpunimit të vijave. Sipas saj, kumbimi ka qenë qëllim që të hap një dialog midis të gjithëve. Ka sqaruar se bëhet fjalë për 4 punime litografike të certifikuara. Kom pas qef me që punimet, tamam punimet që janë në pëlhur, në korniza që veç i njohim edhe i kena pa në për muze, mirë po fatkeqësisht të pas parasysh që punimet e tij shiten me miliona, pjesa e mbulimit të shpenzimeve të sigurimit ka qenë bajegi shumë problematike, po të njëjtën kohë edhe pjesa e trashëgimisë kulturore që vetë Ministria e Italisë e shef që edhe është, atëre ka qenë një farë konflikti, jo konflikt në dialog, po konflikti do me thonë që nuk kuptohet në aspektin administrativ dhe burokratik. Kështu që kena qenë shumë plumton që mendimën e përparimkalues të pas parasysh që ajve që ka pas ekspozitën e Modiglianit atje, ka ndihmu me një pjesë të punimeve që janë litografi certifikume, këto edhe me një ekspozu. Ndjenja është që atë, ti kemi pa punime, ti kemi ditë që është dora a Modiglianit, ti kemi ditë që është për një instituti që e përfaqëson vetë artistën. Krahasimet e veprave të Modiglianit me ato të artistëve shqiptar mund të bëhen, për ngjashmëritë, ndikimin ose edhe mos ndikimin e tij. Këto krahasime tregojnë edhe se si ideologjia ka ndisi keq krijimtarinë artistike. Por në anën tjetër rrëfehet deri diku edhe se si artistët lanë pak shenja të shijeve perëndimore edhe nën presion. Kurse në raport me artistët shqiptar të Kosovës, ndikimi i Modiglianit që krejtësisht në dorën e tyre, aty ku mund të asocoj kombinimi i ngjyrave që zgjedhjeve të artistit, e po ashtu edhe shenjë e pikpamjes së tij për rrugën e artit në këtë anë.